Kreu I grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Tauland Balla, deklaroi para gazetarëve se nuk ka ende një vendimarrje specifike për Elisa Spiropalin, pas mungesës së saj në seancën e votimit për imunitetin e Belinda Ballukut. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, Balla sqaroi se në Partinë Socialiste zbatohet një rregull I qartë. Në fund të çdo sesioni parlamentar bëhet një analizë detajuar e performancës së çdo deputeti. Sipas tij, ky është një proces rutinë dhe I njëjtë për të gjithë pa përjashtim. I pyetur nëse Spiropali ka shprehur kritika apo shqetësime brenda grupit, Balla u përgjigj se një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Ai theksoi se çdo vlerësim apo masë eventuale do të merret vetëm pasi të përfundojë analiza e plotë e punës së deputetëve në fund të sesionit. Është normale që deputet të grupit parlamentar të Partisë Socialiste në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste të kenë propozime, të kenë kritika, to pastaj në korridore, në rrjetet sociale nuk I ndjekun. Në çdo fund sesioni bëjmë një analizë të performancës së punës së çdo deputeti. Kryesia e grupit parlamentar I paraqet grupit parlamentar një raport. Kur bie I moment, dua kam thënë 20 herë, do e them për prap. Partika që zonja Spiropali adreson rrjetet sociale, I ka shprehur në mbledhjet e grupit parlamentar? Jo, nuk I ka shprehur.